Të dashur bashkëtetar, patriot dhe të ndershëm, ju këshilloj me shumë përvërsi të dëgjoni intervistën e bërë në Fox News nga gazetarja Eliana Hoxha me avokatin Altin Goxhaj, i cili flet për reformën territoriale. Është në datën 1 shkurt 2026. Ju lutem, ai denoncoi pazarin e radhës për ndarjen e re territoriale, ku Partia Demokratike sikur lëshoi bashkitë edhe parlamentin, edhe reformën territoriale me 61 bashki që i konvenoi fitores së socialistëve me krimin e saj të zi, kërkojnë të bëjnë tashmë minoritet jugun, bregun e Shqipërisë. Janë duke marrë detin, nuk pyesin fare dhe pse nuk ka marrëveshje ndërkombëtare, kanë gjetur një firmë gjoja amerikane dhe po vjedhin pasurinë tonë kombëtare. Na kanë degeneruar totalisht dhe mjafton doktori me Fredi Sheu në mes të Athinës në emër të demokracisë, aty ku ai është dënuar për krime ndaj shqiptarëve, kërkonte votat në emër të lirisë. E kandidoi një vrasës dhe e bën eurodeputet me një pseudogjyq ku ai jam i bindur se me lobin grek do ta fitoj edhe në Strasburg, duke shkatruar përfundimisht Greqia, shqiptarët me vetë shqiptarët. Besoj mbani mend filmin Shtigje lufte. Ka ardhur koha që shqiptarët duhet të vriten kundra shqiptarëve. Nuk duhet u humbasim njerëzit tanë. Fatkeqësisht, kjo është një dramë e vërtet që ju lutem, dëgjojeni me vëmendje intervistën po ja përsëris në Fox News me Eliana Hoxhën dhe Altin Goxhajn, 1 shkurt 2026. Tron ditëse, alarm kombëtar, o sot o kur, një komb, një qëndrim.